تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi të pjesa e librit të kapitulli ku thot autori bab sifatus salah. Babu sifatis salah, do më thonë kapitulli forma e namazit ose mënyra e namazit. Do më thonë forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu jemi më të hadithit 215, ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah: wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. Ky hadith madhështor i cili është hadithi i Ebu Hurejras radiallahu anhu dhe njihet në mesin e dietarëve si hadithi i njeriut i cili e falte namazin e tij keq, ose e falte namazin e tij mangët, ose e falte namazin e tij do të thonë me gabime. Tregon Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri në xhami. Do thonë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Fa dakhala rajulun fa salla. Pastaj, pas një periudhë, hyri një person tjetër në xhami dhe para se të ulet, do më thonë, filloi të falet. Do thonë 2 recate, tahiyatul masjid. Pasi që i fali ato 2 recate, erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i dha selam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam ja kthei selamin. Dhe këtu i thot pejgamberi alaihi salatu wasallam: kthehu dhe përsërite namazin, sepse ti nuk je falur. Atëherë ky personi prap, do më thonë, u lidh dhe filloi të falet, dhe pas kësaj masi që u fal, prap u kthy te pejgamberi alaihi salatu wasallam dhe i dha selam, por pejgamberi alaihi salatu wasallam për së i tha: kthehu dhe falu, do të thonë përsërite namazin, sepse ti nuk ke falur. Atëherë edhe për tretin herë, do të thonë herën e tretë, prap i tha pejgamberi alaihi salatu wasallam: kthehu dhe falu, sepse ti nuk je falur. Atëherë ky personi që i bën të këto gabime dhe këto lishime, dhe këtu bëhet fjalë do më thonë për lishimet për shtyllat e namazit dhe detyrat, obligimet e namazit. Se po të ishin do më thonë mustahabbat, do të thonë ato çështje të pëlqyera, atëherë namazi i tij do të ishte në rregull. Por këtu do më thonë bëhet fjala, dhe siç e do e shohim do më thonë, siç e ka thënë edhe Sheikh Abdulrahman as-Saadi rahimahullah, se ky hadith është bazë për shtyllat e namazit. Do thonë te ky hadith i mësojmë do më thonë shtyllat e namazit. Këtu i thot vepruesi, pasha, do më thonë, pasha atë i cili të ka dërguar do më thonë pejgamber me të vërtet, nuk diun ma mirë. Do të thonë kaq diun.
Do thonë dia ime për namazin është kaq, më mirë nuk di. Fa'allimni, ma mëso do më thonë namazin, formën e namazit. Atëri thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha qumta ila as-salah, kur do qohesh do më thonë për ta fal namazin. Fa asbigh al-wudu, do më thonë na mirë abdest. Merr abdest. Fa asbigh al-wudu, këtu thot Sheikh Abadi hafidhahullah, do thonë izbagh al-wudu, do më thonë që me marr abdestin në mënyrë më të përkryer. Cila është ajo mënyra më e përkryer? Është ajo mënyra do të thonë që kemi mësuar në fillim te hadithi Uthmanit radhiyallahu anhu, që me i laj do të thonë ato pjesë e trupit ka 3 herë. Ajo është mënyra më e përkryer. Kurse ajo që mjafton do të thonë është 1 herë. Pastaj thumma istaqbil al-qibla. Pastaj do të thonë drejtohu qah qibleja. Fakabbir, dhe do të thonë bo tekbir. Thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Quran. Atër lexo pas kësaj, pasi që ke hyrë në namaz, atër lexo do të thonë prej Kur'anit çka di ti do të thonë, çka e ke do të thonë ma lehtë. Pastaj pasi që ke lexu, atër shko në ruku. Dhe në ruku qëndro derisa të qetësohesh. Pastaj do të thonë qohu prej ruku, drejtohu, dhe këtu prap do të thonë derisa të qetësohesh. Pastaj prap shko në sujud dhe ri në sejdë derisa do të thonë të qetësohesh. Pastaj kthehu, drejtohu do të thonë mes dy sejdëve prej sejdës, qëndro i ulur derisa do të thonë të qetësohesh. Pastaj prap bën sejdën e dytë dhe ri në sejdë derisa të qetësohesh. Pastaj do të thonë qohu prej sejdën e dytë do të thonë dhe kështu vepro do të thonë në gjithë namazin tënd. Do thonë deri në fund të namazit vepro në këtë mënyrë. Këtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah te ky hadith se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja mësoi këtij namazin në mënyrë të plotë dhe të saktë. A janë ato farze ose edhe nafile. Kështu falet namazi dhe ja mësoi vetëm 1 rekat. Pse 1 rekat? Sepse ai i cili e mëson 1 rekat, atëherë rekatet e tjera nisojnë. Do thonë kryesorja ai e kupton dhe mëson se ku duhet me pas kujdes, edhe kështu do më thonë i vazhdon edhe rekatin e 2, rekatin e 3 dhe rekatin e 4 në ato namazet që kanë ka 4 rekate. Këtu në nëbija sallallahu aleyhi wasallam dakhala al-masjid, do më thonë pejgamberi aleyhi salatu wasallam ka hy në xhami. Thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, kjo tregon se është e lidhshme që me hy në xhami jo vetëm për shkak namazit, po me hy në xhami edhe për shkak të dhikrit, për shkak të leximit të Kur'anit, për shkak mësimdhënies. Se këtu nuk është domethënë përmend se ka hy pejgamberi alayhi salatu wassalam që me fal namaz, por dakhala al masjid, ka hy në xhami. Dhe kjo tregon thotë Sheikh Fozani që mundesh domethënë me hy në xhami jo vetëm për shkaku i namazit, por hyn domethënë për dhikr, hyn domethënë për takim, për dije e kështu me radhë. Pas një kohë fa dakhala rajulun fa salla, pas ta hyri edhe një tjetër dhe i fali 2 rekate. Thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, kjo po ashtu na tregon neve se me i fal 2 rekate para se të ulemi. Do thënë kur hyn në xhami, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Kur hyn dikush prej juve në xhami, le të mos ulet përderisa nuk i ka falur domethënë 2 rekate. Edhe këtu ka qenë domethënë e njohur në mesin e sahabëve ridwanullahi alehim se kush hyn në xhami, domethënë nuk ulet përderisa me i fal 2 rekate. Pas kësaj, masi që ka fal 2 rekate, ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i ka dhënë selam. Edhe kjo thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, dhënia e selamit është domethënë prej simboleve të islamit. Edhe kjo e largon urrëtitjen dhe është prej shkaqeve të dashurisë, me a përfitu vllajën tënd zemrën. Se thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, nëse njeriu vllajt vet nuk i jep selam, ndoshta ai mendon se çka ka ky me mua, jo po kështu, jo po ashtu, domethënë hyn shejtani. Kur jep selam domethënë i zbutet zemra. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka përmend domethënë se prej shkaqeve domethënë që me hyn njeriu në xhennet është dhënia ose përhapja e selamit në mesin e muslimanëve. Dhe thotë Sheikh Fozani hafidhahullah se dhënia e selamit domethënë
përmban dobi madhështore dhe është për shkaqeve dhe për dashuri, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi që ky njeriu i afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberi alayhi salatu irji fasalli, do thon kthehu dhe përsërite namazin ose falu edhe një herë, sepse ti nuk ke falur. Do të thon ti je në sikur sa ai personi do të thon që nuk ka falur namaz. Do thon kjo formë e namazit që ti e ke fal është sikur sa ai që s'ka falur hiç. Prandaj kthehu edhe përsërite namazin. Këtu prap do të thon është çështja e urtësisë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk i tha atit ti je jahil, ti s'kupton, edhe këtu flasim 3 herë kthej. 3 herë kthej dhe secila herë i thoshte kthehu dhe përsërite namazin. Kthehu dhe përsërite namazin. Kthehu dhe përsërite namazin. Do thon si do ishte reagimi jon tash. Jo pa ai nuk kupton, po jo unë ja shpjegova, po kështu, edhe me bë partall pastaj. Jo. Irji fasalli, kthehu dhe thotë që Fozani hafidhahullah, do thon fjalë të buta në këta. Nuk i tha as ti nuk kupton, as nuk merr vesh ose je ignorant, jo. Kthehu dhe falu. Në fund kur i tha ky njeriu se pasha atë i cili të ka dërguar, do të thonë pejgamber me të drejtë, nuk di unë më mirë. Kjo mënyra e kësaj çështjes, pse pejgamberi alayhi salatu wasallam do të thonë nuk ja tregoi kur e pa për zdyti, se ky do të thonë nuk e fali namazin siç duhet, në mënyrë të plot, atëherë mundesh më ja tregu. Po e la prapa i me vazhdu që ai pastaj të kthehet vet dhe ta pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo përmban domethënë që më i tregu atij tjetrit sa nevojë të madhe ai ka për dijen për namazin. Do thonë që ai ta ndjen veten domethënë si nevojtar të madh dhe ta kuptojnë domethënë se këto çështje nevojitet domethënë me pas dije. Dhe ai ta kuptojnë domethënë se duhet edhe me u angazhu domethënë me dituri, që e ka për detyrë çdo musliman dhe çdo muslimane. Sheikh Zejdi rahimahullah thot këtu te pjesa e parë domethënë te hadithit fatawadda kema amarak Allah ose domethënë ose fasbigh al-wudu domethënë merr abdes në mënyrë të plot ose merr abdes ashtu siç të ka urdhëruar ty Allahu subhanahu wa taala. Thot Sheikh Zejdi për shkak se pastërtia është kusht për saktësinë e namazit. Pastërtia është domethënë kusht për saktësinë e namazit. Thumma staqbil al-qibla. Pastaj domethënë drejtohun ka kiblea. Po ashtu edhe kiblea është domethënë kusht prej kushteve domethënë të namazit. Fakabbir, pastaj domethënë bën tekbiratul ihram, domethënë tekbiri i hyrjes ose tekbiri fillestar. Thot Sheikh Abadi hafidhahullah, pse është thon tekbiratul ihram, tekbiri fillestar ose hyrjes? Domethënë këtu el ihram sepse bëhet e ndaluar ajo që ka qenë para atij tekbirit e lejuar. Me këtë tekbiratul ihram bëhen shumë gjëra të ndaluara që kanë qenë të lejume para tekbiratul ihram, sikurse ngrënia e bukës. A është e lejume? Ama kur e bën tekbiratul ihram, të ndalohet. Biseda me njerëzit është e lejume në bazë, në origjinë. Po kur e bën tekbiratul ihram, ndalohet ajo bisedë me njerëzit. E kështu me radhë. Thot Sheikh Al-Albani rahimahullah te shpjegimi i këtij hadithit, para, do thonë se kjo është, do të thonë hadithi ishte te Buhari dhe Muslim. Kurse ky hadith po ashtu transmetohet te Sunen e Abi Davud dhe të tjerat libra, do të thonë të haditheve, thot Sheikh Al-Albani rahimahullah se para se mi thënë fakabbir, do thënë bëne tekbiratul ihram që me hynë në namaz, i ka thënë edhin wa aqim, edhin wa aqim, edhin edhan, do thënë bëne ezanin dhe bëne ikametin. Që kjo thot Sheikh Al-Albani rahimullah na tregon neve se është sunna do më thonë
për atë njeri I cili vetë falet që me bo domethënë ezanin dhe ikametin. Edhe nëse është vetë, dhe është çështje domethënë që duhet njeriu të kujdeset që me zbatu. Pastaj fakebbir, domethënë bëna tekbiratul ihram dhe këtu është domethënë rukni I parë, shtylla e parë e namazit. Tekbiratul ihram është rukni I parë që pa të namazit domethënë ti as nuk je lidhur në namaz. Nëse nuk e bën tekbiratul ihram, atëherë edhe nëse vjen ti me suratul Fatiha, edhe një sure, edhe bën ruku, bën sujud, domethënë ajo nuk llogaritet si namaz. Pa tekbiratul ihram. Dhe tekbiratul ihram domethënë duhet bëhet në Allahu Akbar. Nëse bën për shembull thot dikush, jo po duhet të thon Allahu Azim ose diçka të ngjashme, nuk I themi nuk vlen. Nuk llogaritet kjo si tekbiratul ihram, por llogaritet si tekbiratul ihram, do thon kur e themi do thon ashtu si ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi duke thënë domethënë Allahu Akbar. Thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Quran. Do thon lezo çka ke malet prej Kur'anit ose çka din përmendsh prej Kur'anit. Sipas këtij rivajetit, dhe kjo është rivajeti që Hanefit e marrin për bazë, se këtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam ma tayassara ma'aka min al-Quran, do thon çka ke malet. Nuk e ka përmend suratul Fatiha këtu. Edhe prandaj ne ndonjëherë po çuditemi, do të thonë lidhesh mas atij tjetrit për drek ose për ikindi, as suratul Fatiha sa në lexojmë ne. Mos hasim një sure tjetër, edhe çudet, pastaj pyesin vetëm po ky çka lexoj tjetri. Jo, ai do të thonë Elif Lam Mim, Allahu Akbar. Se thot kaç? Ma tayassara ma'aka min al-Quran. Kurse në një rivajet tjetër, thot Sheikh Zeidi rahimahullah dhe këtë ka bu Hasan Imam al-Albani rahimahullah në Sunan Abi Davud, I ka thonë domethënë thumma iqra bi Fatihatil Kitab. Thumma iqra bi Fatihatil Kitab. Do thonë me lexuar suratul Fatiha. E pas kësaj, nëse mbledhin këto dy riwajete, thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Quran, do thonë pas suratul Fatiha, se suratul Fatiha është shtyllë prej shtyllave të namazit. Do thonë pas suratul Fatiha, po, këtu lexo do thonë çka ke malet prej Kur'anit. Kurse el Fatiha patjetër duhet domethënë me e lexu. Hanefit e kanë këtë mendim, kurse el Jumhur domethënë e kanë mendim, domethënë pjesa dërmuese, pjesa e madhe e dietarëve të fikut, thonë domethënë se suratul Fatiha është shtyllë prej shtyllave të namazit. Shtyllë prej shtyllave të namazit, që patjetër domethënë namazfalësi duhet domethënë me lexu. Thumma irka, pastaj domethënë shko në ruku'. Thotë Sheikh Zeidi rahimullah, këtu është shtylla e tretë. Shtylla e tretë domethënë e namazit që përmendet. Hatta tatma'inna raki'an, domethënë shko në ruku' derisa të qetësohesh. Derisa domethënë të qetësohesh. Dhe at-tumanina domethënë qetësia në namaz, thotë Sheikh Zeidi rahimullah, është rukn. Rukn është domethënë shtyllë. Është shtyllë domethënë që njeriu kur shkon në ruku' të qetësohet. Dhe barakallahu fikum, prandaj edhe dietarët të gjithë këto libra I kanë përpilluar dhe këto kapituj që janë domethënë të veçanta edhe për formën e namazit, sepse këtu flasin domethënë për shtyllën e dytë të Islamit pas shahadatain. Dhe kanë kushtuar rëndësi domethënë jashtëzakonshme. Prandaj domethënë është çështje që do shohim domethënë në vazhdim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar dhe I ka largu muslimanët që gjatë këtij adhurimit madhështor t'i përngjajnë kafshave ose diçka të ngjashme. Sepse është domethënë shtylla e dytë të Islamit. Thumma irfa hatta ta'tadil qa'iman. Domethënë pastaj kthehu prej rukus, drejtohu, çohu, derisa domethënë ti jesh I drejtë, sikur se ke qenë në fillim.
dhe kjo është thotë Sheikh Zeid rahimullah el-i'tidal, me u drejtu pas rukus, është rukën, është shtyllë, që të drejtohesh. Këtu prap hanefit nuk e kanë si rukën, nuk e shohin si shtyllë, me u drejtu prej rukus. Prandaj ti nëse falesh mas një hanefit, ai mundet deri gjysma e rukus, do më thonë të ardhë në altë të shku, edhe shkon në sejdë. Edhe ai thotë pse se është, do më thonë, nuk është shtyllë. Nuk është, do më thonë, shtyllë. Tash mbetet çështja, do më thonë, si duhet ne me vepru, që duhet t'i pyesim shujuhët. Nëse falemi, do më thonë, mas dikën, që është me të vërtet, do më thonë, njohës i me dhehepit hanefi. Atëherë si është puna, do më thonë, e suratul Fatiha. E këto çështje, do më thonë. Pastaj, thumë mes gjut. Pastaj, do më thonë, shkon në sugjud. Prapë sugjudi, thotë Sheikh Zeid rahimullah, është shtyllë prej shtyllave, do më thonë, të namazit. Hatta tatma'inna sajidan, derisa do më thonë në sugjud të qetësohesh. Do më thonë të qetësohesh, prapë thotë Sheikh Zeid rahimullah, është do më thonë shtyllë të namazit, që të qetësohesh, do më thonë gjatë sejdës. Edhe këtu e kanë përmend dietarët, edhe të një shpjegim të këtij hadithi të Sheikh Khalid Dhafeiri, hafidhahullah, ku thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është drejtu prej rukus, ose kur ka shku në sejdë të ngjashme, aq gjatë ka qëndru sa njerëzit kanë mendu, do më thonë, se ka haru se është në namaz ajo. Kjo do të thonë gjatësinë, do më thonë. Ajo këtu shohin njerëzit, do më thonë, sa më shpejt ta kryjnë edhe të rehatohen pastaj. Thumma irfa hatta tatma'inna jalisan, pastaj ktheu, do më thonë, prej sugjud, duke qëndruar i ulur, dhe të qetësohesh në këtë ulje, do më thonë, në uljen mes dy sejdëve, të qetësohesh. Edhe kjo është, thotë Sheikh Zeid rahimullah, prap, është shtyllë prej shtyllave të namazit. Qetësimi mes dy sejdëve. Pastaj prap shkon, do më thonë, në sejdë dhe qëndro derisa qetësohesh, e kështu vepro, do më thonë, gjatë namazin tënd deri në fund. Do thonë, kështu ta falish, do më thonë, në namazin. Thotë Sheikh Zeid rahimahullah, kjo tregon, do më thonë, se ky që ka fal namazin, do më thonë, nuk i ka plotsu, do më thonë, ose nuk i ka fal në mënyrë të saktë, nuk i ka përmbushur, do më thonë, rukut, sejdët, qëndrimi, leximi e kështu me radhë. Prandaj thotë Sheikh Zeid rahimahullah, ky hadith aludon se kemi për detyrë të kërkojmë, do më thonë, kuptim, për fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Sidomos, do më thonë, për aqida, sidomos, do më thonë, për çështjet e adhurimeve dhe çështjeve halalit dhe haramit. Siç janë edhe çështjet, do më thonë, shtyllave të islamit, shtyllat të imanit dhe të ihsanit, që është detyrë për çdo individ që e ka arritur moshën e pjekurisë, burra dhe gra, që t'i mësojnë, do më thonë, këto çështje minel ulema, prej dietarëve që kështu, do më thonë, ibadetet e tyre t'jenë të sakta dhe me shpresu të Allahu subhanahu wa taala që ato të pranohen. Po ashtu, thotë Sheikh Zeid rahimullah, ky hadith tregon se mësuesi e ka për detyrë, ka obligim që me u mësuar të tjerëve fenë e Allahut subhanahu wa taala, sidomos kur është e përhapur ignoranca. Kur është e përhapur me ignoranca, atëherë edhe nëse thotë Sheikh Zeid rahimullah, nuk e kërkojnë ata një gjë e tillë, do thonë askush nuk i thot atit, na mbaj një mësim, na mëso diçka, ai nëse e vren, do të thonë se është e përhapur ignoranca, e ka, do të thonë, për detyrë me u mësu muslimanëve fenë e tyre. Po ashtu thotë Sheikh Zeid rahimahullah, se ky hadith është argument ose aludon se njeriu patjetër duhet, do të thonë, me i përmbush për namazin e tij kushtet, shtyllat dhe obligimet. Përndryshe, nëse nuk i përmbush kushtet e namazit, shtyllat e namazit dhe obligimet e namazit, atëherë namazi i tij nuk pranohet. Dhe ai është në pozitën fa innaka lam tusalli. Ti do të thonë s'ke falur. Sikur sa ti që s'ka falur.
Prandaj duhet shumë kujdes me pas. Po prej dobive që kanë përmend dietarët po ashtu, se ky njeri në këtë rast, prej kësaj ndodhije e kuptojmë se ai namazet e tij në të kaluara i ka fal kështu. Sepse për stretin eri thot ai pejgamberit alayhis salatu wasallam, i betohet në Allahun subhanahu wa taala, unë s'di më mirë. Që do të thotë kjo se ai namazet e tij në të kaluarën i ka fal në këtë mënyrë, kur i ka fal vet. Atëherë dietarët thonë domethënë nëse dikush e ka bën një gjë e tillë nga ignoranca, nuk i thuhet atij fali ato namazet në të kaluarën që i ke fal, se ti s'ke namaz. Po nga momenti kur i mëson domethënë shtyllat, obligimet e kështu me radhë, atëherë ka për detyrë domethënë që me i fal ashtu si që kërkohet prej tij në fenë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj hadithi i radhës 216 an Muhammed ibn Amr ibn Ata أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thot Muhammed ibn Amr ibn Ata se ka qenë ky i ulur ose në një mexhlis me disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është përmend në atë mexhlis namazi ose forma i namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni barakallahu fikum sahabët për çish kanë fol. Do thonë këtu flasim sahabët ma'a nafarin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Isha do thonë me disa për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa dhakarna salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë përmendëm formën e namazit të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Kjo tregon do thonë e kanë përkujtuar njërin tjetrin për formën e namazit. Po ashtu ke ky hadithi i parë që më kujtu, që thot Sheikh Fuzani hafidhahullah, kur e vren ti domethënë te vllai yt do një gabim, atë do t'ja mësosh. Jo me lënë domethënë se disa gjëra siç që këtu ka ndodhur ke ky hadithi, ai i cili falte keq namazin, që domethënë situata nuk jep hapësirë që me vënu mësimin. Por kur e vren ti do një gabim te vllai yt, atëherë me butësi, me urtësi, me maturi t'ja mësosh gabimin. Si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu hyn çështja domethënë al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, do të thonë urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Me gjithë faktin që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë në xhamin e tij me disa prej shokëve të tij, e ka pa tjetrin që ka filluar të falet dhe e ka përcjell se si e fal namazin dhe në fund e ka këshilluar. Në mënyrë më të mirë. Këtu thot Muhammed ibn Amr se e përkujtuam namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ka thënë Abu Humeid as-Sa'idi radiallahu anhu, une më së miri e mbaj mend ose më së miri e di formën e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Une domethënë më së miri e di domethënë në formën e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Abadi hafidhahullah, ana kuntu ahfadhukum li salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikush tash mundet me mendu se ai këtu mburret. Unë di më së miri, unë mbaj mend më së miri. Jo, thot Sheikh Abadi hafidhahullah, nuk është një gjë e tillë, por kjo do të thotë domethënë se ai ka dije dhe njohuri rreth namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kështu të pranishmit të përgatiten dhe janë domethënë të përgatitur që me marr domethënë prej tij tash atë që do të transmeton ai domethënë nga forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Abu Humeid radiallahu anhu, ra'aytuhu idha kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibay. Thot Abu Humeid radiallahu anhu, e kum pa pejgamberin alayhi salatu wasallam kur e bonte tekbirin fillestar, tekbiratul ihram,
i çonte duart domethënë deri te supët. I ngrinte duart domethënë deri te supët. Wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Domethënë nuk do të thotë që tash një hadith me i përmend të gjitha çështjet e formës së namazit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Por një hadith i përmend domethënë çështjet e shtyllave, çështjet e obligimeve. Një hadith tjetër domethënë çështje tjera që lidhen me namazin. Kur shkonte në ruku, thotë Abu Humejdi radiallahu anhu, kur shkonte në ruku, i kapte gjunët e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë i hapte gishtat. Edhe kjo është domethënë prej sunetit, kur shkon në ruku, edhe kur shkon njeriu në ruku dhe i vendos duart e tij te gjunët, thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, kjo është një farë lloj mbështetje për njeriu. Se nëse domethënë ti i lishon duart, është shumë më vështirë për ty të qëndrosh në ruku se sa kur i ke duart domethënë te gjunët. Edhe kjo kur i ke te gjunët domethënë nuk i ke duart kështu, po domethënë i hap. Sikur se don ta domethënë ta kapish gjunin. Ashtu është domethënë forma si e ka pa Abu Humejdi radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thumma hasara dhahra. Pastaj domethënë e drejtonte shpinën e tij sallallahu alaihi wasallam. Do thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam në ruku e kishte domethënë e kishte shpinën e tij të drejtuar. Fa idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Pastaj kur ngriteshte nga rukuja, ktheheshte derisa që ndronte i drejt në këmbë. Derisa të ktheheshte ose të riktheheshte çdo kock në vendin e saj. Dhe kjo është domethënë ajo çështja e lidhjes së duarve mas ruku. Ky është ai hadithi që dietarët kanë atë khilafin. Do thonë se këtu thot fa idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Për derisa të rikthehet domethënë çdo kock në vendin e saj. Sheikh Abadi hafidhahullah thot domethënë se derisa të kthehet domethënë në gjendjen si ka qenë para rukus. Edhe kjo dihet domethënë atë si ka qenë gjendjen si ka qenë para rukus, atëri ka pas duart të lidhme. Po e vërteta është edhe atë që ne e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, se kjo është domethënë drejtimi i shpinës. Allahu alem tash, edhe Sheikh Zejdi rahimullah ka mendim, domethënë jo është kuptimi domethënë lidhja e duarve, por derisa të drejtohet domethënë shpina e njeriut, po megjithatë domethënë edhe dietarët që kanë marrë këtë mendimin e lidhjes së duarve pas rukus, kjo tregon domethënë ata kanë bazën këtu, domethënë kanë bazë ata. Nuk kanë domethënë nuk flasin nga havaja ose nga epshi. Domethënë janë bazuar domethënë në kuptimin e këtij hadithit, e kanë kuptuar domethënë siç e thotë Sheikh Abadi, kthehet domethënë njeriu në gjendjen si ka qenë para rukus. Pastaj fa idha sajada wada'a yadayhi ghayr muftarishin wala qabidhihima. Pastaj kur shkon në ruku, atëherë duart nuk i shtrin sikur se shtrirja e qenit. Në sejdë barakallahu fik. Kur shkon në sejdë, duart e tij nuk i shtrin ashtu siç i shtrihet qeni. Muftarish është, domethënë nga brylla deri te dora përpara që ta ulish domethënë tokë. Qeni e keni pak domethënë kur ulet kur vendoset domethënë ai ka gjithë. Kjo është në mënyrë e ndaluar që ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam, që mos me i shtri duart ashtu. Këto gabime zakonisht që keni pa domethënë ata që janë fillestar në namaz, ose njerëz domethënë që nuk i kanë mësuar xhallarat ose fal dosha namaz 10 vjet, 15 vjet, po e bën këtë gabim. Wala qabidhihima. E as domethënë nuk i mbleth. Qabdha domethënë në grusht. Domethënë nuk shkon në sejdën e kështu, duke pas duart në grusht. Jo, po domethënë i ka të lishuar me gishtat. Edhe i mban domethënë atë mënyrë domethënë natyrale. As me i ngushtu gishtat, as me i hap shumë, sikur është çështja
te ruku, kur I kap domethënë gjunat. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlay al-qibla. Dhe me majat e gishtave të këmbës I drejton kah kiblea. Dhe kjo është forma më e përkryer, që njeriu të mundohet të gjitha gishtat e këmbës t'i ketë domethënë në drejtim të kibles. Po thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nëse dikush domethënë nuk e ka këtë mundësi, atëherë mjafton domethënë që majat e gishtat ose disa prej gishtave ta prekin domethënë tokën dhe ato që ka mundësi me I drejtu ka kiblea. Se normal domethënë ato gishtat më të vogla, do të më të shkurtra. Edhe ti nuk ke mundësi domethënë të gjitha të prekin tokë dhe ti kthesh ka kiblea. Po të mundohemi domethënë sa kemi mundësi. Të mundohemi domethënë sa kemi mundësi. Ajo që ka mundësi duhet ta bëjmë. Sa është domethënë forma më e saktë dhe më e përkryer. Pastaj fa idha jalasa fi rak'atayn, domethënë kur ulet në tashahudin e parë, jalasa ala rijlihi ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Atëherë ulet mbi këmbën e tij të majtë dhe ngrit domethënë këmbën e tij të djathtë. Dhe gishtat e këmbës së djathtë I ka të drejtuar domethënë kah kiblea. Këmbët, gishtat e këmbës së djathtë domethënë I ka të drejtuar kah el qibla. Për vetëm nëse ka domethënë ndonjë arsye. Ka ndonjë smundje, këmbën e ka thyr, gishtat I dhemin, këtu domethënë është diçka tjetër. Ama në raste normale, atëherë domethënë mundohet që majat e gishtave të këmbës së djathtë gjatë uljes në tashahhud me I pas domethënë të drejtuar me kah kiblea. Pastaj wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira, kur ulet domethënë në rekatin e fundit, domethënë në tashahhudin e dytë, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, rawahu al-Bukhari. Atëherë, te tashahhudi I dytë domethënë e bën atë uljen e tawarruk. Ulje tawarruk, që do të thotë domethënë këmbën e majt e fut domethënë nën kockën e këmbës së djathtë. Domethënë ajo mbërthyesja e këmbës së djathtë, aty poshtë domethënë hyn këmba e majt të njeriut. Dhe ai ulet domethënë në tokë. Ai domethënë është I ulur në tokë, kurse këmba e majt shkon në mbërthyesja e këmbës së djathtë, dhe kjo është domethënë ajo quhet thotë Sheikh Zeidi rahimahullah ulja et tawarruk. Ulja et tawarruk, që është sunnet ta bëjmë në tashahudin e dytë. Do thonë çdo namaz, këtu përjashtohet vetëm namazi I sabahut, që ka një tashahud. Kurse dreka, akshami, ikindia, akshami, yatsia kanë ka dy tashahud domethënë dhe është e ligjshme ta bëjmë një ulje e tillë. Por këtu duhet kemi kujdes që nëse safi është aq tej masi I ngushtë, atëherë jo duke u munduar ta bëjmë një sunnet, ti dëmtojmë të tjerit dhe ti ngushtojmë të tjerit. Kjo domethënë nuk kërkohet. Si kurse për shembull të prekja e gurit të zi, a është e ligjshme ta puthim? A është e ligjshme ta prekim? Po nëse ka shumë njerëz që përpara kallaballok dhe duhet ti tash ti dëmtojsh ato tjerit musliman, dhe të shtyhesh dhe të bësh luftë gati aty, që ta prekish ose ta puthish, atë çfarë thonë dietarët? E lën këtë sunnet, një gjë që është e mustahab. Edhe kjo vlen këtu, barakallahu fikum. Gjatë namazit duhet domethënë me pas domethënë me pas maturi, me pas hikma domethënë urtësi, që e din domethënë si është situata e safit. Nëse është safi ose domethënë në pjesën e djathtë të safit ose pjesën e majt, aty ka dosha më shumë hapësirë. E nëse domethënë safi është I ngushtë, atëherë domethënë që mos ti pengosh ose mos ti dëmtojsh të tjerit, duhet domethënë ta kemi parasysh dhe që mos morim pasaj doshta edhe mëkat ose gjuna domethënë për prishjen e tjetrit domethënë të khushus gjatë namazit. Thot Sheikh Zeidi rahimahullah,
se të qesha domethënë e këmbëve kështu me radh, ka hadith domethënë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Do thonë mua më është urdhëruar që ta bëj sejdën mbi 7 koci. Do thonë ballin, dhe këtu te balli wa ashara bi yadihi ala anfihi, do thonë dhe ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe tek hunda e tij, do thonë balli dhe hundat prekin, pastaj el yedain, të dy duart, rukbatein, të dy gjunat, wa atraf al qadamain, dhe majat e gishtave të këmbëve. Me këto 7, domethënë, thotë Sheikh Zeid rahimahullah, janë patjetër që të preket toka. Dhe nëse nuk prek me njënën prej tyrve, pa me pas justifikim sheriatik, la tuqbal salatuhu wala tasih. Namazi i tij nuk pranohet dhe namazi i tij nuk është i saktë. Do të thonë edhe këto çështje, sidomos te fëmijët, kur u mësojmë namazin, që ne duhet të mundojmë të mësojmë namazin fëmijëve tonë. Secili vetë, domethënë fëmijës vetë t'ia mësojnë namazin. Fillimisht me vepra, me të pa fëmija domethënë se si e fal namazin, pastaj edhe kur fillon me kuptu me fjalë. Saj pastaj me lena Allahu subhanahu wa taala gjithë jetën inshallah ka me fal namazin. Inshallah. Atëherë ti ke qenë shkak që ja ke mësuar namazin dhe ti merr shpërblim. Pse ja lën tjetrit domethënë gjithë ato shpërblime kur mundesh ti vetë t'ia mësosh fëmijës tënde. Edhe ja mëson këta për çështjeve domethënë që duhet me i ditë namazfalësi, që me 7 pjesë të trupit duhet me prek domethënë sejdë. Edhe pa me pas justifikim sheriatik, do thonë namazi nuk është i saktë. Pastaj hadithi i radhës, hadithi 217, thot Ibn Abdullah Hadi rahimahullah, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال. Këtu e transmeton këtë hadith Aliu radiallahu anhu, që tregon kur pejgamberi alayhi salatu wasallam çoheshte për namaz dhe hynte në namaz, e thotë domethënë këtë dua. Këtu në fillim do thonë e dua el istiftah, do thonë e hyrjes, lutja e hyrjes në namaz, që ka domethënë disa forma. Por këta format e hyrjes së namazit, që janë mustahab, të pëlqyera, nëse njënën e bën, i mjafton ajo. Njënën e bën, i mjafton. Edhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nuk bën domethënë në të njëjtin namaz që mi bë të dyja ato. E ke bën një dua e istiftahit, pastaj edhe një tjetër. Po nëse bën njënën, atëherë mjaftohesh me atë edhe vazhdon me suratul Fatiha. Jo domethënë të dyja, por për shembull për ikindje ke bën njënën, për akşam tjetrën, për yatsi tjetrën, kështu mundesh. Ama brenda një namazit, mjaftohesh domethënë me një lutje të hyrjes. Këtu është ajo që e ka dëgjuar Aliu radiallahu anhu, dhe kjo mundësia që e din Aliu radiallahu anhu një gjë e tillë, ose pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka mësuar atij jashtë namazit, ose mundësia është që ndoshta siç të shohim te Omeri radiallahu anhu, ndonjëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bërë këtë lutjen me zë të lartë. Do thonë i ka lexuar me zë, pse? Që më ia mësua të tjerëve. Do thonë shkaku i mësimit. Edhe kjo na lejohet neve po ashtu, nëse ti në shtëpinë tënde i fal sunnetet, atëherë bën edhe dua el istiftah, që fëmia yte me dëgju. Dhe pastaj bi'idhnillahi taala ditë për ditë kur e dëgjon, edhe e mëson. Lutjen që ka dëgju Aliu radiallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. ظلمت نفسي واعترف بذنبي فاغفر ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant labeyka wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعالى أستغفر وأتوب إليك. Kjo dua madhështore që e transmeton Aliu radiallahu anhu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu do më thonë është përmban padyshim do të thonë tauhid el-uluhia dhe po ashtu edhe tauhid e-rububia dhe po ashtu do më thonë edhe tauhid el-asma wa sifat. Do thonë të tri llojet e tauhidit janë këtu në këtë lutje madhështore, në këtë lutje do më thonë madhështore. Kuptimi parafërsisht është wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, do thonë e drejtova fytyrën time ka ai i cili i ka krijuar qiejt dhe tokën, hanifan, do thonë duke qenë zbatuesi i tauhidit dhe larg shirkut, dhe unë nuk jam domethënë, ose unë jam larg nga mushrikët. Unë jam larg domethënë prej mushrikëve. Dhe namazi jem, kurbani jem, jeta ime, vdekja ime janë për Allahun, Zoti i botrave, i cili nuk ka ortak. Dhe unë jam me këtë i urdhëruar dhe unë jam i pari prej muslimanëve. O Allah, ti je mbreti, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, ti je Zoti jem, unë jam robi yt, i kam bë vetës pa drejtësi dhe e pranoj mekatin, pra mi fal mekatet e mia të gjitha, se nuk i fal askush përveç se teje, dhe më udhëzo ka sjellja ose ka morali më i mirë, sepse nuk udhëzon ka morali më i mirë përveç se teje, dhe më largo domethënë prej moralit të keq, sepse askush nuk mundet me më largu përveç se teje, të përgjigjem ty dhe jam i kënaqur ose i lumtur me atë përgjigje, dhe i gjithë hajri është në dorën tënde dhe sheri nuk të kthehet ty, dhe ti je i madhëruar dhe i lavdruar, kërkoj falje dhe pendohem te ti. Kjo është domethënë njëra prej dua el-istiftahia që është e saktë, që është transmetuar domethënë që të thuhet në fillim të namazit. Që të thuhet domethënë në fillim të namazit. Por hadithi i radhës 218 e tregon një dua tjetër, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila as-salati bil-layl kabbar thumma yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Këtu Abu Saidi radiallahu anhu e tregon domethënë një dua tjetër të hyrjes ose të fillimit në namaz. Edhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah se kjo dua shumica ose një pjesë e madhe dietarëve domethënë i kanë dhënë përparësi që kjo më së shumti të përdoret. Por nuk është e thënë domethënë që vetëm kjo, ama disa prej dietarëve domethënë e kanë pëlqyer që kjo domethënë Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Edhe kjo transmetohet nga Abda an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yajhar bi haula'i al-kalimat yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Do thon Omeri radiyallahu anhu, Abda tregon se me këto fjalë i thoshte Omeri radiyallahu anhu me zë që të pranishmit ti dëgjojnë dhe ti mësojnë. Por thot Sheikh Zejdi rahimullah, këtë e bonte domethënë nga aspekti i t'u mësojnë të tjerëve. Domethënë që t'u mësojnë të tjerëve. Dhe kuptimi është parafërsisht, lartëmëdhërimi dhe lavdrimi ty të takon o Allah, dhe emri yt është i bekuar, dhe madhështia jote është e lartë, dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Këtu thot Sheikh Abadi hafidhahullah wa ta'ala jadduk, jet arabisht është gjyshi, gjysh. Por thot Sheikh Abadi fjala jet në arabisht i ka 3 kuptime.
varet nga konteksti. Këtu në këtë hadith, wa ta'ala jadduk do të thonë madhështi, jadduk madhështi. Por e ka gjët gjyshi. Si më thonë jaddi, gjyshi jem. Do të thonë baba i babas jem. Ose i nënës sime. Gjët i thonë arabisht. Po gjët po ashtu i thonë arabisht që ka bërë edhe hisës. Hisë, me pas hisë në një sen. Me thonë, nuk ka filani gjët në këtë çështje. Do thonë nuk ka hisë. Varet nga konteksti. Tash nëse dikush nuk i din këto gjëra, e përkthen këtu gjyshi. Edhe thot po, tash çështjen gjuhësore, se ti nëse kthesh domethënë vetëm te çështja e gjuhës, edhe ke vetëm të kufizumat ku njohjen e gjuhës, atëherë mund të shpejt merresh shit në këtë çështje. Kurse këtu bëhet domethënë fjalë për Allahun subhanahu wa taala dhe për madhështinë e tij. Nuk ka këtu lidhje domethënë në hise ose çështja e gjyshit. Prandaj domethënë këtu na shfaqet prapë domethënë rëndësia e madhe që me kuptu fen domethënë prej dietarëve. Që me kuptu me marr fen domethënë prej dietarëve. Edhe ka qenë domethënë rruga e sahabëve ridwanullahi alejhim, siç e shohim këtu te hadithi Abda, që Omeri radiallahu anhu disa herë e thoshte këtë lutje domethënë me za. E bonte me za që t'u mësojnë të tjerëve, që ta dëgjojnë të tjerit dhe ta mësojnë. Pastaj hadithi i radhës an Aisha radiallahu anha qalet كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجليه يسرى وينصب رجله يمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم. Ky hadith i nënës son Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillonte namazin me tekbir, tekbiratul ihram. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. Dhe fillonte domethën me suratul Fatiha domethën me elhamdulillahi rabbil alamin. Dhe kur shkonte në ruku, thot Aisha radiallahu anha, kur shkonte në ruku, kokën e tij as nuk e çonte shumë poshtë, sikurse me fut domethën mrena te gjoksi, as nuk e çonte shumë lart. Por e mbante domethënë në mënyrë të drejtë kokën. Jo vetëm domethënë shpinën me mbajt të drejtë, po edhe kokën. Se dikush do sa mendon me çu kokën kështu. Është në ruku dhe e çon sikurse me shiku përpara donë. Jo barakallahu fikum, por e ka kokën të drejtuar sikurse edhe shpina. Pastaj kur çohesh prej ruku, atëherë nuk shkonte në sejdë derisa domethënë veten e tij e drejtonte drejt, ka imen në këmbë. Dhe po ashtu edhe kur çoheshte prej sejdë, drejtohesh domethënë uleshte i drejtuar derisa ishte domethënë tamam i ulur në pozicionin e uljes. Jo gjysma e uljes, se edhe këtu hanefit e kanë mendimin domethënë gjysma do shta edhe prap kthehet mas. Jo domethënë edhe kjo tregon se është siç e mësuam te hadithi i parë këtu, është domethënë shtyllë. Edhe thotë Sheikh Fuzani hafidhahullah, ata që nuk drejtohen domethënë mes dy sejdëve, i kanë humb domethënë dy shtylla të namazit. Drejtimi dhe qetësia. Drejtimi dhe qetësia. Dhe në çdo dy recate e bonte domethënë at-tahiyya, domethënë tahiyatu. Dhe domethënë uleshte mbi këmbën e majt dhe e ngrinte domethënë këmbën e djathtë. Wa kana yanha an uqbati shaytan.
dhe ndalonte pejgamberi alayhi salatu wasalam uljen gjallëzore ose uljen shejtanike. E ndalonte. Si është ulja shejtanike? Ulja shejtanike, kjo vetëm gjatë namazit, domethënë. Ta kuptojmë mirë, barakallahu fikum, jo nesër ti shkojsh tjetrit, kjo është ulje shejtanike dhe ti tregojsh muhabete. Kjo domethënë e ndaluar është në mënyrë domethënë specifike gjatë namazit, përndryshe jo. Ulja shejtanike është me i hap të dyat kam anash, edhe ai tulet domethënë me trupin e tij mbi dhe, mbi tokë. Ço Amir? Shumë bukur. Edhe kanë thënë dietarët, kështu ulet domethënë qeni kur don me vëll, kur vëllet domethënë qeni, o e bën këtë ulje. Dhe prandaj thamë në fillim se pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë këtij adhurimit madhështor ka ndaluar domethënë tu përngjajm kafshave. Si thamë edhe qenit, se qeni kur shtrohet domethënë si shtron domethënë duart këmbët e tij, edhe njeriu zguxon me bëa një gjë e tillë gjatë namazit. Edhe ulja domethënë shejtanike, uqbati shejtan, nuk bën domethënë gjatë namazit. Ajo çka bën, mes dy sejdëve, se u tha këtu domethënë, mes dy sejdëve i ka dy mundësia domethënë namazfalësi. Ose domethënë ajo që është më e përhapur dhe më e njohur, ulet mbi këmbën e majt dhe e ngrin këmbën e djathtë, ose të dyat këmbë domethënë si thotë domethënë i ka të ngritura dhe gishtat, majat e gishtave tregojnë ka kible. Këtu thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, këtë vepron ahjanan ka disa herë. Ka disa herë, jo çdo herë, ka disa herë vepron. Kurse ajo që është më e përhapur dhe më e ditur në mesin e dietarëve është kjo forma e parë që u përmend. Që të ulesh mbi këmbën e majt. Ama ka disa herë domethënë bën edhe ajo tjetra forma ta praktikojsh. Dhe po ashtu ndalonte pejgamberi alayhi salatu wassalam që njeriu domethënë me i shtru duart e tij, sikur se i shtrojnë domethënë kafshat. Veçanti domethënë qeni. Dhe përfundonte namazin e tij me selam, me teslim. Këtu thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, te hadithi Aishës radhiyallahu anha, përmend domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam e hapte namazin me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Atëherë kjo nënkupton se nuk e thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam me za Bismillahirrahmanirrahim. Nuk e thoshte. Dhe këtu është ai khilafi, thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, që disa prej dietarëve kanë thonë se asesi domethënë nuk lejohet të thuhet Bismillahirrahmanirrahim me za. E disa kanë thonë po, e bën domethënë çdo namaz, sikurse Shafi'ia domethënë e kanë mendimin Shafit se çdo herë gjatë namazeve me za, para suratul Fatiha e thotë edhe Bismillahirrahmanirrahim me za. Pastaj hyn domethënë suratul Fatiha. Ky është mendimi domethënë i Shafive. E disa prej dietarëve kanë thonë ma shumë nuk e thot me zë, por ka do njëherë domethënë e thot edhe me zë. Do njëherë domethënë e praktikon që me e thon domethënë edhe me zë. Ata që thonë domethënë pa zë, e kanë këtë hadithin e Aishës radhiyallahu anha, dhe po ashtu edhe hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ku thotë jam falur pas pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe pas Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe pas Omerit radhiyallahu anhu, dhe pas Uthmanit radhiyallahu anhu, dhe të gjithë domethënë fillojshin me zë, ta falin namazin duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe padyshim se kjo është domethënë një argument i fuqishëm, është një argument domethënë i fuqishëm. Por ata që thonë domethënë se thuhet me zë, e kanë hadithin e Umu Salama radhiyallahu anha, që
tregon domethënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lexuar me zë Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj ky khilafi në lidhje me besmella në fillim të namazit vazhdon edhe te çështja a është Bismillahirrahmanirrahim ajet të suratul Fatiha ose nuk është ajet të suratul Fatiha. Disa kanë thënë se është, disa kanë thënë jo. E Sheikh Zeid rahimahullah thotë ajo që mua domethënë më duket si mendim më i saktë se është domethënë në ajet i veçantë. Ajet i veçantë, ajet në vete që është zbritur si ndarje mes surave, suar. Do thonë tjetë ndarje. Dhe thotë Sheikh Zeid rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është zbritur Kur'ani, i ka zbritur dhe kjo është kur i ka zbritur Bismillahirrahmanirrahim, ka ditë domethënë se tash fillon një sure tjetër. Ka qenë domethënë si aludim se tash domethënë po fillon një sure tjetër. Pasaj në hadithi i radhës, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما صلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليه. Te ky hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë imami është vendosur për namazet farzet, është vendosur imami që të ndiqet. Fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u. Kur bon tekbir, boni edhe ju tekbir. Kur shkon në ruku, shkoni edhe ju. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida, atar thoni ju Allahumma rabbana لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما. Nëse falet në këmbë, falun edhe ju në këmbë. E nëse falet ai i ulur, atër falun edhe ju të gjithë ulur me atë bashkë. Faluni edhe ju të ulur, domethënë të gjithë bashkë me imamin. Hadithi është muttafaqun alayh. Këtu thot Sheikh Abadi hafidhahullah në lidhje me imamin janë domethënë 4 situata që i ka domethënë ai i cili lidhet pas imamit. Situata e parë el musabaqa me ja parakalu imamit në ruku për shembull ose në sujud, me shku para imamit në ruku, me shku para imamit në sujud, ose me uqu prej rukus ose prej sujud para imamit. Dhe këtë e kina pa plot domethënë të njerëz. El musabaqa, kjo nuk bën, nuk lejohet. Pastaj e dyta është situata e dytë el muwafaqa. El muwafaqa domethënë të përputhet me imamin, me lëvizjet e imamit. Do të thonë njëkohësisht me shku bashkë me imamin në ruku, ose në sujud, ose me uqujt prej sujud ose prej rukus. Edhe kjo nuk bën. Situata e tretë el muakhara, me u vënu, edhe kjo nuk bën. Do thonë din ai shfaq takfallok për shembull, edhe rrim në sujud aty. Ky imami ndosha është ka filluar suratul Fatiha ta lexojnë, ky sujud rahat e ka. Jo, kjo nuk është takfallok. Ky takfallok nuk është me vend. Ka plot vende për takfallok, ama këtu nuk është vendi për takfallok. Është në kundërshtim dhe prishet namazin. Ajo që është e kërkuar dhe sakt nga të gjitha këto situata, el mutaba'a. Mutaba'a do më thonë me ndjek imamin. Mubasharatan, do thonë me njëherë. Pasi ai do më thonë që shkon në ruku, si ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, idha kabbara fakabbiru. Kur ai bon tekbir, fakabbiru, atëherë boni edhe ju tekbir. Fa idha raka'a farka'u. Kur shkon ai në ruku, boni edhe ju do më thonë në ruku.
por mirë, ata që shohin imamin, kur shkon ai në ruku, nëse është në safin e parë, shohin kur ka shkuar në ruku, pas ata më njëherë fillojnë ta ndjekin. Ama çish është domethënë për ato që falen mas, edhe larg doshta të imamit, edhe vetëm zërin ja dëgjojnë. Atëherë orientohen mbas të zërit. Kur përfundon zëri i imamit, atëherë ai fillon me shkuarjen nga në këmbë në ruku, ose nga në këmbë në sujud. Kur mbaron zëri i imamit. Kështu në ka thënë Sheh Salih El-Luhajdan, rahimahullah, kur e kemi pyet në Riyad, domethënë, në lidhje me namazin, domethënë, xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe Mesjidul Haram. Se ti nuk e sheh imamin, është larg. Atëherë tha Shehu rahimahullah, kur mbaron zëri i imamit, atëherë ti fillon domethënë dhe shkon, a është në ruku, a është ngritja prej rukus, a është shkuarja në sujud ose prej sujud tek kështu me radhë. Kur mbaron domethënë zëri i imamit. Dhe çështja domethënë e ndjekjes së imamit është çështje domethënë shumë e rëndësishme. Se thotë Sheikh Zejdi rahimullah ka domethënë hadithe kërcënuese për ata të cilat domethënë nuk e ndjekin imamin, por ja parakalojnë. Dhe thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra's himar. A nuk friksohen ose nuk friksohet dikush prej juve që nëse ja parakalon imamit në ngritje, që Allahu subhanahu wa taala më ja shndruar atij kokën e gomarit. Dhe në një transmetim tjetër, en yuhawwil Allah ra'sahu ra's al-kalb, që të shndrohet atij domethënë koka e një qenit. Domethënë këta janë kërcënime të ashpërta që nuk duhet domethënë me i marrë me lehtësim. Domethënë hajtë se s'ka gjë, hajtë se s'do thas një sen. Edhe Sheikh Zejdi rahimullah thotë se disa prej dietarëve e kanë përmend një ndodhi që ka pas një njeri që i ka ditë këto hadithe dhe ka qenë njeri i hadithit, por këtë pjesë të hadithit e ka anashkalu dhe e ka pa domethënë se është domethënë shumë larg, e pamundur një gjë e tillë që me ndodh njeriu që të shndrohet atij koka në një kokë të gomarit ose të qenit, dhe e ka vepruar një gjë e tillë, ja ka parakaluar imamit, e ne ka ndodhur domethënë që është sprovu ky njeri që e ka marrë formën e një qenit. Edhe pastaj si shkaku i kësaj, domethënë i kësaj formës dhe pamjes, kur u ka transmetuar hadithe njerëzve, va ka transmetuar hadithe pas perdes. Domethënë nuk ka guxuar ose ka pas turp me u dal njerëzve dhe pas perdes u ka transmetuar njerëzve hadithet. E thotë që Zedi ka pas njëri prej nxënësve të vet që e ka shoqëruar një shoqërim të gjatë, domethënë mulazama tawila. Dhe e ka shoqëruar një periudhë të gjatë dhe pas asaj periudhe të gjatë, një ditë prej ditëve domethënë e ka hek perden, edhe ky nxënës i vet domethënë është shoku. Se ka pa domethënë se ka formën e qenit në fytyrën e tij, ose përmendet ashtu ka fundi thotë Çezeri formën e gomarit. Po sidoqoftë, atëherë ja ka treguar nxënësit vet se si ka ndodhur në lidhje me këtë hadithin dhe se si është provuar domethënë pas kësaj. Domethënë prandaj nuk duhet të mirret kjo çështje jo se hajde nuk ndodh asnjë sen, sidomos kur njeriu i din këto argumente, kur është në vetdije, domethënë i din, i njoh, ka njohuri dhe prap vazhdon, atëherë duhet me pas frikë
se obligimi, thot Sheikh Zeidi rahimullah, për muslimanin dhe muslimanën është kur i dëgjon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me u besu dhe me i vërtetu. Me u besu, jo me pas domethënë na dyshim ose me i qujtë se një gjë e tillë është shumë larg edhe nuk mundet me ndodh. Pastaj te çështja e imamit, domethënë nëse imami e fal namazin duke qenë i ulur, si duhet m'ia bë domethënë xhamatin. Sheikh Abadi hafidhahullah thot, nëse imami e fillon namazin e tij duke qëndruar në këmbë, por gjatë namazit i ndodh atij diçka që nuk mundet me vazhdu me fal në këmbë dhe ulet, atëherë edhe ato mas atij që janë ulen me të dhe falin namazin të ulur. Ama ky njeri nëse ka këtë domethënë problem pastaj domethënë në mënyrë të vazhdueshme, atëherë zguzon ky me fal namazin. Duhet me gjetë domethënë një zavendës. Me gjetë domethënë një zavendës që është domethënë në rregull krejt edhe me i pri muslimanët në namaz. Sheikh Zeidi rahimullah thot se ajo që une mas holumtimeve kumra në përfundim në këtë mesele, është se qoftë imami e fal namazin duke qenë në këmbë ose i ulur, ato që falen pas imamit, me shkak ose pa shkak, domethënë ose gjatë namazit i ndodh diçka ose prej nga fillimi, thot Sheikh Zeidi rahimullah, ata që falen pas imamit, falen gjithmonë në këmbë. Edhe pse imami është domethënë në formën e uljes. Edhe kjo është ajo e fundja çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabat ridwanullahi alaihim, që i ka prinë në namaz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë i ulur, kurse ata mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë domethënë në këmbë. Dhe kjo është domethënë thotë Sheikh Zeidi rahimullah, sipas tij mendimi më i saktë, dhe ajo është çështja e fundit që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë mesele. Por nëse dikush e merr mendimin e dietarëve që edhe ai duhet të ulet, atëherë s'duhet të shpallim luftash edhe ta bojkotojmë edhe ti thomë jo kështu jo ashtu. Sepse ata kanë argumente për këto çështje. Pastaj hadithi 222 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngritja e duarve domethënë, ngritja e duarve në lartësinë e supeve, kur e hapte namazin. Dhe këtu ka ardhur në disa hadithe, që tash hadithi i radhës që do vinë, që kur i ngrit njeriu duart në namaz, që gishti i madh tjetë në lartësinë e supeve, kurse majat e gishtave gishti tregues dhe gishti i mesëm tjetë domethënë gati në lartësi e veshëve. E kuptuat? Domethënë gishti tregues, gishti i madh domethënë në lartësinë e supeve, kurse ato tjerit në lartësinë e veshëve gati. Domethënë pjesa e poshtme të veshëve. Edhe nga këtu mundemi ta kuptojmë se këto hanefit të ne pse i prekin veshët, se e kanë keq kuptuar hadithin. Ndoshta nga shkaku i mangësisë në kuptim, mangësia në gjuhën arabe, e Allahu alem çështje tjera, që kanë menduar domethënë se duhet veshët të preken. Në realitet domethënë një gjë e tillë nuk ka asnjë farë lloj baze. Pastaj kur ligjërohet me ngrit njeriu duart gjatë namazit,
kur don me shku në ruku, thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, idha kabbara lirruku', kur deshte domethënë me shku pejgamberi alayhi salatu wasallam në ruku', i gritte duart. Pastaj kur ktheheshte nga rukuja në u drejtuar në këmbë, domethënë i ngrinte duart, domethënë bonte tekbir. Dhe domethënë thoshte semi Allahu limen hamida, rabbana wa lakal hamd. Semi Allahu limen hamida, thot Sheikh Abadi hafidhahullah, këtë e thot imami dhe ai I cili falet vet. Kurse ai I cili falet pas imamit nuk e thot semi Allahu limen hamida, por ai vetëm e thot rabbana wa lakal hamd. Dhe këtë thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, nuk e bënte një gjë e tillë, do thon ngritja e duarve kur deshte me shku në sujud. Nga drejtimi në këmbë, kur deshte me shku pejgamberi alayhi salatu wassalam në sujud, nuk e bënte një gjë e tillë. Kjo është ajo që e transmeton Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, por thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kanë thënë disa prej dietarëve se është e ligjshme që kur njeriu don prej në këmbë me shku në sujud, edhe këtu domethënë bën domethënë me I grit duart, por një gjë e tillë domethënë është khilaf. Disa prej dietarëve e vërtetojnë, e disa të tjerë domethënë thonë se nuk ka një gjë e tillë argument. Pastaj hadithi 223 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما الأذنين، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما الأذنين، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم. Këtu Malik ibn al-Huwairith radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur bonte tekbirin fillestar, po ashtu edhe kur shkonte në ruku, edhe kur çoheshte prej rukus, do thoni I gritte duart derisa gati domethënë I prekte domethënë në afërsinë e veshëve. Edhe kjo e shpjegon transmetimi I Abdullah ibn Omerit edhe ky hadithi të Malik radiallahu anhuma, që domethënë majat e gishtave, gishti tregues, gishti mesëm, që ato domethënë janë në lartësinë e veshëve, domethënë pjesa e veshëve të poshtë. Domethënë kur I çon duart për me bë tekbirin, atëherë gishti I madh është domethënë në lartësinë e supeve, kurse gishtat të tjera domethënë janë gati në lartësinë e veshëve, domethënë pjesa e poshtë të veshëve. Kjo është domethënë, por asesi nuk preken veshët këtu dhe nuk ka asnjë farë argument për prekjen e veshëve gjatë namazit. Dhe ky është hadithi I fundit për këtë mësim. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.